Mirëmbrëma. Fillim duhet të thoja faleminderit për gjithë komentet, të gjithë to gjërat e bukura që i shkruani aty, edhe entuziazmin që keni. Më bëhet qefi shumë. Tash ti kisha dëshirë të përgjigjesh edhe ca pyetje tjera. Mund të jetë ndaj pyetje kështu që e kam përgjigj përpara se ka shumë pyetje. Më kam kërkuar pak aty se kam harruar shumë nga pyetjet. Ka që banë ca komente tash ti disa bëhen ma vonë, a kupton? Që kështu unë me do lexoj këto që po shohim këtu, të tjera që si kam përgjigj, mendoj. Edhe të shohim me kur fillon kjo. Kanajo. Na fal pak se po tash ti. Pyetja parë. Në para se gjithash duhet t'i përulemi para Perëndisë tonë, të madhe Jezus Krishtit, dhe t'i dorëzohemi të gjitha vetëm Zotit tonë, Perëndisë tonë të madh, Jezus Krishtit, dhe askujt tjetër përveç Jezus Krishtit. Amen, aleluja. Po mirë, edhe Jezus i mirë është, po shumë gjërat mira, po ti mund t'ia futësh edhe këtë energjinë Jezusit, si e shef Jezusin aq të madh, aq i madh je edhe ti në vërtetën, edhe sikur se di, edhe sikur se beson. Po, Jezus të është shumë i mirë, të janë shumë fjalë të mira, po vetëm se më dhon Jezusit, jepja Zotit më për vetes tate. Ose mund ta pyesësh Jezusin për ndihmë, po mos e çoj Jezusin më nalt se puna jote. Se ku të shkosh atë të shohësh që jemi gjithë të soj. A kupton, po këtu e shohim atë si Zot, ai është si puna jote, si puna ime, shpirt. A kupton? Vetëm se ka zbulu veten edhe u ban punë që bën, për shembull. Po Jezusin kampion fare. Ju jeni duke folur me gjithë zemrën tuaj dhe me gjithë shpirtin tuaj dhe me të gjithë sinqeritetin tuaj. Faleminderit. Dhe ju jeni duke i thënë të gjitha gjërat ashtu siç janë dhe siç duhet me të vërtetë. Faleminderit, unë po them ato që nga eksperiencat e mia, a kupton? E vërteta është isoj për gjithë atje nalt. Unë e di që unë po ju rreta ju ose po ju bëra diçka të keqe, unë e di çam gjen mua atje nalt, a kupton? Sidomos ku e di unë kush jam unë. A kupton? Për ju që mendoni që unë për shembull po ja fus kot fare, a kupton? Unë s'kam levërditja fus kot fare. Të gjitha gjërat e ti nxjerrë të gjitha gjërat nga trupi. Po, sepse kur ne nuk kemi të gjitha të vërteta tona, ajo mbetet si një peshë e rëndë dhe si një barë shumë e madhe në trupin, po, në trupin tonë. Sepse edhe Jezus Krishti na thotë sepse njihni të vërtetën e Perëndisë dhe e vërteta e Perëndisë na bën të lirë. Po pra, ai po thot atë që është ai, atë që jemi ne, a kupton? Shumë bukur. Dhe plotësisht të lirë. Amen, aleluja. Dhe kur ne falim të tjerët, sepse të gjithë ne gabojmë. Po, shumë e vërtet. Çdo ditë të jetës tonë edhe me njëri tjetrin, dhe kur ne falim të tjerët, çdo ditë të jetës tonë, ne bëhemi me të vërtetë. Po, shumë bukur. Të lirë dhe nuk kemi me një barë ose një peshë në trupin tonë. Po, ashtu i heqë të dhimbjet, sikletet e gjanat, a kupton se jeti dhe Jezusi. Por ne letësohemi gjitha kur ne falim të tjerët çdo ditë të jetës tonë. Po pra, po edhe tjerët në jenë nuk i falet, a kupton? Për momentin, varet çfarë lojtari, luna i, avatari, që është edhe ajo Jezusi, pa i pa avatari për qejtë shmendur fare, po si nuk është kap me shpirtin, atëhere, a kupton? Mund t'i falësh gjithë tjerët, po du t'i lagosh, pa të mundësi.
Do t'je pas ke zemrën e mirë. Po, edhe Jezusi për të gjëra flet, që kemi ba ne. A kupton? Po këta e kanë ba shumë të kundër, që ti lutesh Zotit më të nalt, ose Jezusi më nalt se ne. Ajo është i bikeq, a kupton? Edhe aty friksohesh se është i tjetër me masë ty. Nuk pranon ky Zoti juaj që jeni ju, që jam unë. Nuk pranon ky një më nalt, s'është më nalt, nuk ka më nalt. A kupton? Sepse siç edhe thatë ju si në fillim, pyetje tjetër, kur ne jemi duke kaluar shumë momente të vështira. Në atë moment jemi të pavlerë, po ashtu duket, nga që është jeta kështu, gjendja këtu, loja. A kupton? Është ajo mirëmanga që na ka kap. E sa më keq futesh, edhe sa më keq provosh dalësh nga mirëmanga, sa më keq kapësh. Është e rjeta. Zoti na bën që ne të mësojmë sa më shumë përmes Zotit tonë. Po, Zoti më na përmend, edhe ato të jetë janë Zot, që themi ne na duken si Zot, ato janë. Ato përmendën në pojnë, se e di që jemi në Zot harrumë këtu. Që është duke na mësuar dhe duke na forcuar sa më shumë. Po, ato na ndihmojnë sa më shumë dhe forcohemi. Derisa ne të dalim fitimtarë para Perëndis tonë të madh. Ti je i Perëndis, ti s'ke nevojë të dalësh më, edhe sikur del sikur s'del, ti je prapë Perëndis. S'ke nevojë ti të tregosh anjanit tu, ti e bën atë se nga shpirti jot, që është gjë e bukur, gjë e mirë, që e kupton, a kupton? Ne jemi fitimtar para se më artu, kur ti ikim tu, ne gjithmonë jemi fitimtar, ne jemi shpirti, ne jemi Zoti. Po këtu për momentin s'ta duket se jemi fitimtar, se jemi më na bllokuar ky trupi me kjo ambienti, kjo loja dhe nuk është dash kollaj. Pyetje tjetër. Mund të thuash Zoti është brenda nesh? Jo se nuk ka. Ka se është me prova. Po, Zoti është brenda nesh, rreth e qark nesh. E kemi sfera, tu i ke sfera universi që është aty nalt është mëna për mëna, po nuk është zbuluar, a kupton? Kur zbulohesh ti, kapesh direkt jetja e Zotit që është mëna për mëna, edhe rreth e qark teje, edhe gjithë tjerë që i shef ti janë Zot, po janë të harruar. Po ja fut me trupa ndryshme, edhe luajnë lojet e veta, rolet e veta. Atë skriptin e vet. Secili ka atë vetë, që ka qenë vetë. Të gjitha pyetjet juaja janë të gjitha të vërteta dhe të drejta, sepse njeriu don që të mësojë sa më shumë dhe të dije sa më shumë. Po, është ajo kënaqësia e shpirtit. Dhe të çlirohet sa më shumë dhe që të kuptojë edhe më shumë. Po, për ato gjëra flas, po. Zoti ju bekoft të pafund, faleminderit. Dhe për jetë edhe është me ju për jetë. Po, amen, kështu edhe të tjerët mësojnë sa më shumë, duke dëgjuar nga të gjitha gjërat me të ndryshme në jetë. Perëndia është me të gjithë njerëzimin, anë mba në botës dhe ne të duhet të jemi me Zotin tonë. Po, Perëndisë tonë, atin tonë të madh qiellor Jezus Krishtin, që na ka dashur qysh para cektimet të botës dhe na don nga përjetësira në përjetësi dhe pavdekësi të gjithë njerëzit anë mba në botës. Amen, aleluja. Po, ti e fiksu ke ky Jezusin, po shoh. Nuk është e gjë e keqe, Jezusi shumë mirë, kupton? Po, ti po ta pyetësh si shok për ndysh, po mos e shef atë si më të madh se puna jote. Se s'dus vjen tani ai, se si jeti në linjë të mirë. Se kupton ti, ajo është ajo mashtrimi, dallaveri. Po ta shohësh atë si shok, e ti je i soj si ai do të vitë. Do ta koshti, do dalë ashtu që është Jezusi. Që ke qef ti. Po sa e shefja te më të madh i beson kështu që beson, ti pritet kabli. Me u kap më atë. Që kuptoj unë. Po është mirë me pasi shok edhe me... Na thuaj, o nderuam, çfarë thonë ata të vdekurit që keni taku? Ata çfarë thojnë apo? Po nuk thojnë shumë ato vetëm sidomos ku janë keloja, është më shumë me mu zhvillu, me kuptu veten, me mësu sa më shumë, edhe me ndihmu tjerë në fundit, a kupton se njëri tjetrin. Mo zbulu se gjithë kuptojnë atë. Ashtu flasëm me njerëzit për momentin atje, unë, a kupton, s'dal kot, si bi kot, nuk u dal unë baj diçka.
Unë s'kam kohë për tutall për momentin, a kupton? Unë du të zbuloj sa më shumë se kur i kupton të gjërat. Po nese, këto mund t'i pash dhe ma vonë, po të eshe qef ti. Ato na shofi shumë mirë ne, ato na enjoynë na formive tona, po ne ku ju për ulim i tjetrit, që është majnalë se ne, si tip lypsi, jam vështirë, po ku tuti jam unë ai Zoti, unë jam i fuqishëm, unë jam kështu, unë jam ashtu. Kjo s'do t'ja di, përsëritë, unë jam, është ajo fjala më e fuqishme në botë, që ti je Zoti, unë jam. E di se diti që je Zoti, për ke fjala shumë e fuqishme këtij universi. A do të thonë, ku i qënë të afirmimet, unë jam kështu, unë jam ashtu. Pra ato është, shife vetën si ku bash ashtu. Ti je Zoti, ti krijon. Ma mirë është ti pësosh vetë sate që jeti Zoti para se me di që jeti Zoti se dalin të gjërat, po është vështirë kur nuk e di që jeti Zoti. Ato janë rreth të qark të nesh, po ne si shohim dot na herë, a kupton? Se ato janë energjia, mund vinë, mund bajnë, po ne si meqense kemi frekuencën lart, prandaj ç'po do t'i avin ato ke ne. Në çfarë mënyre për shembull, ose ndonjëherë, ato janë rreth të qark, po ti të kapësh manalt, ta stëvitësh veten, ku shjetja e shpirtit vërtet, ku kapësh me arsye të mirë, me një frekuencë mirë, vjen ajo sateliti kapet me ty dhe të vjen ajo programi që do ti. Prandaj, mos i luta Zotit, pyete për ndihmë, unë komandoj, unë du ndihmë, ato shu vinë. Ato s'du të vinë ku është atje ato si lyp, se e din ato është ligji lojës, nuk mundën ato 1 e 2 edhe për terën ti t'i shohër ato si Zot, edhe ajo i bin keq fare. Se ti ke ju der gabimin e, çdo derë të hapësh ti, ai do të viti si shok e vëlla. Je ti si unë, kur të arritesh ti në gjendje, atëherë unë do të përshtatshëm ty kur e kupton ti këtë. Se gjithë jemi Zot. A thonë gjë për këtë botën tonë, tu ku jemi ne, si na shohin, po me varet se ka shumë shpirta, ka lloj rolesh, lloj lojash, lloj skriptesh, lloj gjërash, a kupton? Ata me normalisht na shohin ato, ka shumë njerëz që shohin këtë botën me jashtë kësaj të lojës, ka ai topi blindum, që janë fare jashtë lojës. Ka ajo konstruksioni me 12 fusha, ka shumë për jashtë shpirta që shohin mrena, çabat, wow. Ka dhe tifoz që rrin si tip tifozi, shohin ndeshjen tu ku jemi ne. Edhe kanë qef që pamin e sa më mirë. Ka lloj typesh, a kupton? Ka dhe njerëz që punojnë, mrena dhe jashtë, çfarë s'bëhet? Po, gjitha gjërat janë bamba, a kupton? Aty je i lirë ti, je si në aventurë, a kupton? S'ka aty si këtu. A kupton? Për më thuj me pyetje ato familjarë të tjerë, ku është fundi i botës, çfarë po thojnë. Ti në fundin e botës, fundi i botës vi ku të vija, kupton? Ti shife punën tate me zbulo veten tate, edhe i shet gjithë ato gjërat për patë qefti kur vjen fundi i botës, s'ka të baj fare. Edhe sikur vjen fundi i botës, ja, i met tani. Ti do qohesh, çush jam këtu i me, ne dhe jemi në gjendje tjetër, vend tjetër, se kemi dhe këto ndihmusët, që e di që jemi ne këtu të paralizuar, krahasohemi me këto. Të na ndihmojnë pa nxjerrë gjëra të gati për çdo lloj shpirti, asnjë shpirt nuk melet mrapa. Edhe i harrum, edhe i qërrum, gjithë shpirtat vinë në shtëpi, gjithë janë dashur, edhe sigur janë këtu të harruar. E shohin në vetë tani, kur shkojnë atje, nuk i dënon njëri ato. Shohin vetën e vet ato. Ja se e di kuptoj që janë Zoti, me si gjithë zotat e tjerë. Edhe aty do i djegi. A kupton? I djegi pak, po se patun zbulu vetën deri në fare arsye. Jo dhe djegi, po dhe shofi që ka ba tjetërit jetën vështirë, mund të kështë ba më kollaj, po se ka di që ka qenë Zoti, i me shëp që është Zoti dhe dëqaj, e këpëton, që ka ba. Po ato i falen, atë gjithë falen, ti e gjykon vetën tate, se e diti që i Zoti janë, e këpëton, i mendon se gjithë Zotat e tjerë. Edhe shëp nga sy të Zoti, që i ti ai avatarja ty të harume, në shifi që i ka ba tjetërit. Po edhe ja falë vetë se edhe nuk e di, ta këpëton, kur nuk di, po kur di dhe do njerë me vetëdija ja ban keq tjetrit, shumë kohë, për herë, shpesh herë, ku jem vetëdijshëm, atëherë të djeg shumë ajo, shumë. Po prapë, fundit harrohemi, jemi gjithë shpirta, po ti dhe dënosh vetën, se çaj ki ba. A kupton?
Nesa ata na thonë se kanë ndonjë gjë atje këtu dhe kene. Është i shumë siç më thonë. Nëse ata të thonë se kanë ndodhe naj gjë këtu tek ne, edhe ashtu del siç të thonë ata të vdekurit, atëherë unë të besoj dhe ma shumë se mund të dish edhe pa ndodhe. Ty duhet të informojnë ata, pa të informojnë pa të që duhet, atë pa të punë informojnë mu, pa të që duhet, a kupton? Ti kur nuk po na tregon çfarë ka me ndodhe. Po ta tregoj unë ty, ti do t'iki lepri, të pash në të pabame. Do ikish rrugë ndryshe, dhe në atë rrugë që ke për ta ik. A kupton, dhe këto nuk së tregojnë ajerë, për shembull. Se po di unë ma shumë sa dihet edhe unë do pa ek shumë gabime. Jo se do di për do të reme më dha. Ja që ishe pa shumë këto eksperiencë të mija, për shembull, ku përpunuja me këto gjërat e mija. Del në gjaj me ajo rrinë me mujme. Se mora pak para kohës, a kupton, nuk isha i bindu mirë, edhe me kjo më sigur më rrinë menjë mujme. Kjo që të njëtmoja unë atë robin ane ka ishte. Ka borshi, ka historia që të regova unë. Aja të nel me ty, me vull. Unë dohet na jetë të vëjse dhe vetën aty, a kupton? Se na jetë ku shef ma shumë sa duhet, ba është pak shu. Ato e dinë sa ke mundësi të marrim dimne. Se cili unë për nejë unë s'kam dëshirë të të regoj në jerë se a kupton, ti po ke qef të dish, po qa është aj me dit? Ajo është loj, të maroj, ku të maroj? Unë këtë jetë unë mund të rojë 100 vjetë, unë po them një jetime. A kupton? Unë s'kam dëshirë të them, unë s'ma kanë thanë ato që ditë të bëhet. Unë e kam pa, se ma ka drugu që është të bëhet, po unë s'kam qef flasë për atë, për të bëhet mirë, ato për na presin e atë gjithë kur maroj lojani, marron loja, ato fillojnë të kënojnë. Sikur të bëhet fes kur të bim ne, a kupton, kur të marron loja, është gjë e bukur. Sikur të rëkasin duhet dhe kënojnë gjithë angjelët, lëllë dhe këngësh, që maroj loja që është duhet. A kupton, sa shumë zhvillohemi gjithë, i marrim gjithë informacionet tu, gjithë kemi marrë, zhvillohemi gjithë tani, e marrojnë tamam, se po prish lojani, do të përësit prapë. Për shembull, po loja nuk prishet, loja është marrume. Po i me do të ecë, sikur kjo është tip libri, kjo është shkruajtur me ne, po ne do hapim flet në parë me sikur do ecim te librin me. Pak a shumë. Edhe mund ndryshoj pak, po prap do vim prap ke funi i librit. Ke faqja funit aty, do takohemi gjithë. Pak a shumë, ta kuptosh. Prandaj edhe unë s'kam qef të regoj ma shumë se sa duhet. Ma mirë ti shko vetë, eksploroj vetë, dil nga trupi vetë, a kupton? Unë kam mundësi, aq sa kam mundësi, edhe na herë unë s'kam qef flas ma shumë se tu kalloj lë njerëzish, a kupton? Çfarë gjuhë po flasin ata atë, unë kam thënë të flasin edhe gjuhësh, a kupton? Varet çfarë gjuhë tjetër të përshtatshëm ty ashtu që çdo ti. Edhe një pyetje me kujtua, a mundesh me i taku njerëzit familjarët e dikujt tjetër, për shembull, dikujt tjetër? Po, s'ke nevojë, po deshe, po ditë na i farë kështu gjëra interesante, po unë për shembull unë si futem njerëzve tjerë, se është kështu, se ti private, si me integritet, a kupton? Unë s'kam qef t'i futem tjerëve, ç'a bajnë tjerë, ç'a mendojnë tjerë, se është integriteti, a kupton? Po s'je për shembull një gjë shumë interesante. Për ndryshe se cili ka jetë në vetë, cili ka të gjanat e veta, a kupton? Ne jere kemi për të mirë ne, po ato nalte kanë vendos atë shpirtin aty në i farë arsye, në i farë gjendje, dvujtme, jo dvujtme, po do ti, shpirti do atë eksperiencën. Edhe unë kështu ato janë s'ma priste menja, qysh? Që kështu i takon për desh, a kupton? Ose me bëj diçka këtu për shembull, me punu këtu për shembull, mund të takosh, mund ndihmoj. Taku njerëz familjarë dikujt tjetër. Për shembull, babën tim, po edhe babën tatë mund ta takosh, ai aty është. Kur ti je i gati, ai të vjen. Ose njerëz dikujt tjetër. Po. Dhe me na tregu për ta, a mundesh, me thuaj, në komente se besoj.
të gjithë i ban. Dhe një pyetje tjetër, kur merr kuptueshmërinë e kësaj bote? Si ka mundësi që shpirtat vinë prapë në tokë? Apo i detyrojnë të vinë këtu? Dhe pyetje tjetër, kur merr kuptimin e kësaj bote, si ka mundësi që shpirtat vinë prapë në tokë, apo i detyrojnë të vinë këtu? Ti ku merr kuptueshmërinë e kësaj bote, ti je si Jezusi. Ato s'vinë prapë, ato vinë prapë për me bana i farë punën e arsye, ose me një punë shpirta tjerë për shembull. Për patën si planifikim, a kupton? Ka lloj arsyesh. Lloj arsyesh. Po, ti s'ka vetëm shqiptar, ka sa dush. Shqipëria që po këtu, shtetet s'kan bajnë gjafare, këto le rola që luajmë ne, jemi gjithë së mëna për mëna. Këto shtetet janë gjana të kota këtu, jemi gjithë me i botme. Në kam emrin Amerika, te kemi në Anglia, këtë tjetër ka emrin Gjermania, bla bla bla, ne jemi gjithë saj, për këtu bajmë në se jemi të mençëm. A kupton? Bajmë që shveprojmë. Kur sillesh mirë në tokë, a vjen prap këtu, s'ka të baj fare, ka qenë përpara, se sillesh mirë, sillesh keq, do të fuzi prap mbrapa, vetëm ku e zbuluaj, vetëm që mund të shpëtoje. Se dijeni kurse, e kupton? Ka qenë vështirë, po. Do të rrije nalt shumë, ti ke fare të gjithë, ti izolohesh ta zbuluaj veten, a kupton? Si u ban ato budot e të gjanat. Se kam qenë shumë vështirë. Ti me ban qa dushani. Vjen këtu as, vjen këtu. Si do të përfundoj loja? Në mënyre tragjike me shkatërime, vdekje njerëzish, apo në mënyre të qete, duke u zbuluar Matrixi? Po, duhet zbaluar Matrixi janë, atëherë mbaron ajo loja, kupton? Që ta shohim gjithë ne që ta kuptojmë shumicën që kështu është ban, edhe zbalojmë kush jemi dhe ne, edhe atëherë mbaron loja, ajo është ajo fillim funi e lojës. Të shijojmë veten ne në kohë. Po jo të gjithë njerëzit do zbulohen. A kupton, kanë qef tjerë njerëz që janë kap faq keq fare ke loja, a kupton? Ka lloj arsyesh, ka lloj shpirtash. Që kshu me këto që zbuloheni me. A kupton, këto kanë qenë shumë këtu koha, a kupton? Ka ardhur koha. Se është ndërmarrimi i lojës. U bë arsin fare këtu. Që kshu nuk bëhet më kështu shkatërime, vdekje njerëzish, apo sotë gjënash tragjike, ja. Ikën shpejta, pam. Faleminderit shumë, na i thjeshtove fare për të kuptuar, se po nuk njohem veten. Jemi si miu në qark, jemi të kapur prej të tjerëve. Po, për momentin jemi kapur këtë të tjerëve. Po me ko zbulon të vetëm ti si ma i kapëm. A kupton? Ti je si e kopshi zoologjik. Ne jemi në gjithë kopsh zoologjik, bajmë sikur kemi atë kafazin më të madh se njëri tjetri. A kupton? Ato prap janë kopsh zoologjik. Ato se din. Ti edhe ti je kopsh zoologjik, po ti me lele ato të bajnë çfarë të bajnë, ti e kupton vetë që e kupton që aha, leni këto krujnë lojen, unë bjem prap ke loja, po unë jam i kapë në botën tjetër, e di kush jam, e unë jam mëjna lojme. Ti je pak shu si nëndër, po je i vetëdijshëm, edhe shumë mund të shofësh. Edhe shivi që bajnë të cirkusët, që këshu me ti shiko jetën tate, edhe nuk jenë qarë. Po është pak, po, mund të thush që je këshu pak, prap ki kopsh zoologjik, po ti je këtu në farë këshu me të bëjmë mirë me shiru jetën, ose me ndihmu njëri tjerë që kanë jetën vështirë, kur të arish në arsye. Po fillim është vetja jotës, më e rëndësishme, se nuk ke mundësi ti ta ndihmosh tjetrin, do lodhesh, të bash, po pa të mundësi më ndihmoje, kur duhet, po vetja jotë është më, po ti jesh mirë ti po, e ban automatikisht. Sa ndish vetën keq ti, e të luftosh për gjithë tjerët, bësh për tjerët,
bëhet shumë vështirë. Edhe duket se ku janë çarkani, gjithë gjërat janë vështirë. Të përshëndes shumë duke dëgjuar me lindi pyetja, po të jesh në një vend që je izoluar nga njerëzit gjallësat, a mund të shkosh lart në të rish me javë e muaj? Këto gjërat bëhen kur bën ti kështu, këto dalin dhe më shpejt, a kupton? Dalin shumë dhe më shpejt. Sepse ti je i qetësuar aty, ti je kap me, ti sikur je pak i dorëzuar, du dorëzohesh kur shkosh atje ti sikur dorëzohesh. O Zot, ja ku jam këtu me ty, i me unë dhe paja i sa di, ma i sa di, jam kush jam, menoja që shmenoj, unë jam dërzu këtë ty me, më të regoti muj me, qa bat, qa zbat, jam këtu do ri, i cop kohë, të izolohem me ty. A kupton? Edhe i ban këtë praktika, një gjë nga të bukura, pecën, kapësh, a kupton? Gjona i afirmime, gjëra bukura, edhe kështu fillon tani, a kupton? Edhe praktiko këto me binaural beats për shembull, ose me muzika tjera, lloj meditimesh që ke qefti, qetësohu, ato, provo, fokusohu, komando, a kupton? Je qetë, nuk bëhet përsëri, sa ma shpejt e ban kështu 1, 2, 3 ditë pa më hap, diçka mund ndodhi, mund të kuptosh. Po edhe mund të friksohesh se, a kupton, nuk është punë për frikë, po shko atje nuk ka asnjë, s'bën asgjë gjë. Je shumë qetë, je mbrojtur, edhe se ku mund duket në herë kështu, se varet. Po, ti je i qetën pa frikë është shumë mirë, unë se rekomandoj këtë, pas patën e fatë në e para eksperiencë e ti, që ta kuptosh që ka ma shumë se kjo bota, a kupton? Se ku nuk di për shembull i bën këtë gjëra tani, nuk je gati, ose dhe s'mund dalin, po veprove ti do dalin diçka, po do tremesh, a kupton për shembull? Po s'je mësu me këtë gjëra, se ku shkon kështu thellë fare, ndryshojnë shumë gjërat, unë njerëz di ku jam këtu, apo jam atje, harrojnë dhe njerë, a kupton? Ti bajtë duhet shumë nga që jam njerë, a kupton? E vaj kështu njerë, ta shof, jam këtu apo jam atje, se ndonjë njerësh nuk ke dallon dot, a je atje e këtu ku ke dalë nga trupi. Është shumë çudi. Sidomos në fillim, ose kuptoja, unë kisha dalë nga trupi, po unë s'dija, menoja se isha normal. Se je po t'ja që je në fillim, herët e para, është çuditshme. Po, trishti me ja muaj, e qysh bashti, apo jo? Pa ne më thëmë nga fshati, e qetësi atje, kupton? Nuk të sytë njëri atje, bandu gjami shumë bukur. Ose ku je pak largë, zhurmë, ose këtëve gjërëve, ose, po, ku je me vetën tatë, sidomos. Mirë njohje për shpjegimet. Kam një pyetje, unë agjeroj. Një herë në vit për një muaj. Si agjeroj me muslimanët? Ju çfarë agjerimi këshilloni? Ju jam mirënjohëse se me këshilloni diçka. Po, ti agjeron një muaj në vit. Si agjeri muslimanët, po. Unë ta bash ata si bajnë për të muslimane, po e banë gjithë vitin. Po është së të marrësh dorën, a kupton? Unë kam 2 vjetë që jam marrë me këte me, 3 vjetin me bëbanë. Vitin e parë të kisha shumë probleme, po e mora dorën. A kupton? Po pranaj ka kështu të vërtet, a këto kuranat, a këto ke Jezusat, për se përën kjo është gjë e mija që pastrohesh i herë muj. Që e kam bë. Ka shumë të mija, pa ka shumë të qia. Prandaj nuk është edhe ndonjëherë aq kollaj. Po unë kështu baj, unë haj normalisht një herë në ditë, edhe i kam 3-4 orë për tang, ose 2 orë në herë, sa ma shpejt, sa ma mirë, po me rekontate, mos unë cito, edhe i herë muj për shembull në baj një 3 ditë pushim për shembull, kur ke mundësi paka shumë. Çdo muj, kur vinë 30 ditë, për shembull, haj sot, kam hangë dje, kam hangë par dje, po s'haj nesër dhe pas nesër, po filloj për pas nesër. Kështu i bie 3 ditë ajo. Edhe ajo është shumë e mirë, shumë, ta e pa buf, ta e pa të energjinë e mirë, trupit e pastrohesh nga gjitha anët. E kupton?
knaqesh. Nuk vjen as mundje as gjë, rrin vende qeta, kanë bajnë shumë gjëra. A kupton, ti po bën agjërimin, po bëj shumë gjëra tjera të kota, e mund të ftojë deri fare sy. Ka të bëjë dhe gjendja. Është një kështu bashkëpunimi me njëra tjetër, me funksionu shumë mirë fare. Po prap, ajo ashtu e bajmë për ditë. Si jam mirë, si jam keq, unë ashtu më thohueme, edhe më pëlqen, edhe më shijon, edhe kam shumë energji ku duj unë, a kupton, jam kështu, s'kam frikë pasi gjë. Se kam zbulu, se ajo është ajo për të gjëra, agjërimi, është kampion fare. Sidomos që është situata. A është trulli astral i njëjti si ai kur e din që je në ëndër? Po, këto astralet nuk kanë trup shpesher, këto s'diku s'janë vetë, a këpton s'jam 100% aty. Këto që shkojnë astral, janë shumë ka ajo gjendja vetë, ke astrali vetë. Edhe nuk kanë trup. Po, mund të thush që je në ëndër, po, ke ëndra jote. Që je në astral, po. Por shumica ëndrave janë këtu, ke gjendja vetë, ku janë njerëzit, e kupton? Është i tjetër këtu, ishte greqish, po me bana shqipi me ta shohim se kuptoj mirë. Me thënë se kisha një demon, një djallë se i fantazm. I thash se ndoshta mund ta shija rjetën. Ai heshte me dha diçka, nuk ishte asgjë, por të atëherë diçka më shqetëson. Çfarë duhet të bëj? Nuk e di nëse ka parë. A mund ta dëbosh apo të bëj me paqe me të? Po pra ka lële demonash, e kupton? Ka lële kështu qenie që edhe janë si tip kështu, si tip virusësh, futen në mrena ke trupi, për shembull, për qenë gjendje të keqe shumë ti. Të gjenë ty në atë për momentin si dobut edhe të futën mrena, kupton? Si ke ajo sfera jote, aty ato, janë një pjesë e jote, gjithë to janë qenie këta po thosh, kupton? Këto shlirohen për shembull, duke meditu, duke praktiku, duke komuniku, duke më thënë Zotin pastro, ti heq gjithë ato kur rrin gjendje të mirë, pastrohen ata se ato duan të bëjnë vetëm keq, kur për shembull kur ti bëhesh me nevra, ti do kesh në një jetë për apo mëna që të bën ty me nevra. S'është ajo normalogjane, se janë gjithë to që kemi marrë ne, po gjithë njerëzit kanë kështu, kanë sa dush. Që dalin e bajnë, pas që e mirë nuk është e mirë ajo, që po thotë këtu. Por që atëherë diçka më shqetëson, a kupton? Kështu nuk është gjë e mirë, a kupton? Ti jetë ajo gjëra që janë në gjendje, o mos një gjë të tjerë, ne ato zinë që flasën ta bajnë më keq. Më thanë kishe demon. Kush ai ta thotë se kishe demon? A kupton? Ose të shqetëson kot, s'ka kuptoj mirë këtë, po a kupton, kemi entiteta, kështu gjana, po jo demona, a kupton? Po ato vaje që janë, po demona është komplet tjetër, ndryshe ajo që kur të kapin e njani, baj si budalla fare, keq fare, mund të thush demon, po janë komplet të menjën. Edhe janë të menjë të japin të tjerët, për shembull, ku je i dobut, të japin më shumë, si bashkë më keq ti. Prandaj mos një gjë tjetër se po s'pati dal tjetri nga trupi, ta shohë që jemi gjithë i Zuzi, unë si pyes me këto njerëzit, jo se si du, po ato flasin nga librat, nga menja, ashtu që bëjnë përpara, që bëjnë gjithë. Prandaj, që shdhaja tjetër tha, shkojnë nga Malion, 3-2 javë i muj, atë pumbaj, ja kupton? Mos u merr me të tjerët. Qa thonë që astojnë të me dimona, të kam pa shumë fantazma historia, në kam thënë 100 herë. Të falenderoj të gjitha videot e tua, i ndjek vetëm kur të dëgjoj, ndjej një siguri. A është energjia jote, apo unë jam në rrugët të mire, mirë njohë e drite. Të falenderoj dhe unë ty. I ndjek gjitha videot e mia, energjia ime është energjia jote, ne jemi gjithë energji u kap me atje kështu, e kemi isoj atë energjinë e zemrës me na për mrena, kupton? Ti në njëri tjetrin, ti në një frekuencën time, kupton? Se unë thënë ja unë jam pasqyra jote, unë me na për mrena ajo që nidja është e vërteta, është ajo realja, kupton? Po normalisht është edhe nga energjia ime, edhe nga energjia jote. Edhe kjo është edhe mund të thush që ti jemi në rrugë të mirë, në rrugë të rregullt, ashtu që duhet, origjinale, kush je ti vërtet.
Këtu pas ka shumë pyetje, u bë errësirë, unë po ndaloj këtu dhe po bëj një të dytë. Mirupafshim.